Këngëtarët e njohur Nora Estrefi dhe Robert Berisha janë rikthyer sërish në qendër të vëmendjes së mediave roz, pasi janë parë së bashku në një darkë në Zvicër në shoqërinë e një miku të përbashkët. Dysha ka kaluar një mbrëmje të qetë në një restorant ku janë fotografuar duke u dukur të relaksuar dhe në humor të mirë. Pamjet e tyre kanë ngjallur me një reagim në rrjet, duke rikthyer diskutimet mbi raportin mes tyre pas ndarjes. Nora Estrefi dhe Roberti dhanë fund martesës disa vite më parë, por vazhdojnë të kenë një lidhje të përhershme si prindër të vajzës së tyre Rene. Pavarësisht ndarjes, ata janë parë her pas here në ambiente të përbashkëta, kryesisht në ngjarje familjare ose takime që lidhen me vajzën e tyre. Kjo dalje e fundit në Zvicër ka bërë që fancat të spekulojnë nëse mes tyre mund të ketë një afrimitet të ri, apo thjesht bëhet fjalë për një marrëdhënie të mirëpranuar dhe të qetë pas ndarjes. Deri tani asnjëri prej tyre nuk ka dhënë një deklaratë publike lidhur me këto zëra. Megjithatë, fakti që ata shfaqen të buzëqeshur dhe në një shoqëri të mirë ka mjaftuar për të ndezur kuriozitetin e publikut, i cili prej kohësh ndjek me interes raportin e tyre. Nëse bëhet fjalë për një ribashkim apo thjesht mirësi të qëndrueshme pas ndarjes, kjo mbetet ende për të parë në ditët në vijim. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.